Pas gati një muaji me emocione dhe përballje të forta, kampionati botror ka hyrë në fazën më të rëndësishme. Nga 10 kombëtare që nisën garën, tashmë vetëm 4 kanë mbetur në luftë për trofeun: Franca, Spanja, Anglia dhe Argentina. 2 prej tyre do t'i afrohen një hap më shumë trofeut, ndërsa ne morëm mendimet e tifozëve gjakovar se cilat kombëtare i shohin si favorite për të kaluar në finale. Atëherë mendoj se do të përsëritet finalja e botrorit të kaluar, Franca dhe Argentina do të jenë në finale. Dhe për mua mendoj që Argentina do të fitojë përsëri. Unë mendoj që në finale kanë më shku Spanja edhe Argentina besoj. Unë mendoj që Spanja kretë mendojnë se Franca është ekipa ma forta ose që kanë mi shkatru Spanja, po Spanja me sarrojnë që 2 vjetë në fundit edhe ka fitu Euron edhe i ka mujtë në gjysmë finale Nations League, po s'bën me harru edhe Argentinën e cila nuk e ka tregu lojën më të mirë në deshtash, po pritet në gjysmë finale sikur në botrorin e kaluan me dhezë edhe me i fitu gjysmë finalen edhe mu përball një finale mes Jamallit edhe Messit. Sipas mendimit them, mendoj që Argentina me Francën. Ose Franca ose Spanja. Ndërkohë tifozët na thanë se parashikimet janë bërë, por përgjigjem do ta jap fusha dhe se kush do ta sigurojë vendin në finalen e këtij botrori.